Të nderuar xhamatli, jemi duke fol mbi pasojat dhe të këqijat që vijnë nga gjunahet. Gjunahet, mëkatet, shkeljet e vendimeve të Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi mësuar në jetën e kësaj bote që kur dikush sjell një vendim, ne e zbatojmë varësisht nga autoriteti që ai e ka. Pra ne e respektojmë mësuesin, profesorin, më të lartin, nga se neve shoqëria na ka thonë kjo është mësuesi, duhet ta respektosh. Ne e respektojmë më të madhin, sepse neve nga natyra e lexojmë se dikush është më i madh, është prind, është ma autoritet se ti. Andaj Allahu xhallahu ala me këtë natyrshmëri na ka thirrë me zbatu vendimin e Zotit xhelle xhelalu. Kur bien vendime të mëdha në dunja, njerëzit nuk kanë gjarë pa i respektue. Për çfarë arsye? Sepse ato ruan me fuqi. Se thonë e ka pru mbreti, e ka pru e qeveria, thonë. S'ki qarë do t'i pa e respektu. Në vendimin përmenet në karantina për shpia, deshtes rrishmit të shpia, po? Për çfarë? Se e kam pru një 4-5 veta vendimin menet të shpia. Këtë popullit të menet të shpia. Mirë. Çfarë vendimi për neve përbën Allahu xhelle xhelalu? Çfarë vendimi do më dhamë për neve fjala e Zotit? Çfarë vendimi për neve është fjala e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? A ka më të lartë për muslimanin dhe besimtarin fjala e Allahu xhelle xhelalu kur i thot bëje? Mos e ban. Si e pranojnë në këtë vendim? Ajo përgjigja që ti e gjen te vetja është pozita çka e kiti te Allahu xhelle xhelalu. Si përgjigjemi në këtij vendimi, që si pozitë kena te Allahu te bareke ve teala. E këtij vendimi po nuk ju përgjigje, ka pasoja. Në dunja ku shkojsh, po nuk e respektove rregullorën, ka pasoja. S'munësh me hije me dal kur dush. S'munësh me respektu orarin e punës. Nuk munësh me bëj çfarë dush punë ti, po çfarë ta kanë caktuar. Kështu jena edhe në dunja. Zoti cakton punë, ne vetëm i bëjmë ato. Ai bie vendimet, na i zbatojnë ato. Ai bie ndalesat, na ndalemi prej tyre. Si sillemi na me këtë rregullore të Allahu xhelle xhelalu, ashtu e kemi edhe dënimin dhe shpërblimin. E prej pasojave të mosdoxhimit Allahu xhelalu xhela është ajo që ka përmendur Allahu te bareke ve teala prej përçmimit dhe për uljes që e merr gjunaçari, e dhullu. Kan thënë dietarët, gjunaçari e nin një vogëlsi të vetja. Vogëlsi hakikat. Dhe kjo nuk bjen ndesh me menemadhin, se menemadhi të shpirti vet i vogël. Menemadhi të shpirti vet i vogël. Ai në shpirt vet ku tjet vet ai vogël. Ai mendjemallsinë e ka mjet për me mluket vogëlsi. Çdo menemadh o i vogël. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë tha? Mendjemdhejt rringjallën si bubrreca. Sa i çaçë ka shpirtin, ai i vogël. E ai munohet këtë vogëlsi me mlu me kibor. Se unë jam i madhe si foli kërkujt e une. Ama i vogël, atë shpia vetë o i vogël, s'ka kimet. E tha Ibn Qayyim el-Jauziyje në komentin e fjalës Allahu xhelle xhelalu, innal izzata lillahi jamia. Këtë madhështia, këtë krenaria i takon Allahu xhelle xhelalu. Këtë krenaria i takon Allahu xhelle xhelalu. Dhe kjo kur ka zbrit? Kur munafiku kryesor në jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Ubay ibn Selul, tha të ardhë një lufte, të hinë qytet, të hinë Medine. Tha, ku të hinë ashtash në qytet, i madhi ka me qitë për jashtë voglin. Kena me kry këtë punë, tha. I madhi, ai për veti, tha ka me nëzirë të voglin për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Apo, e Allahu i zbiti një ajet. Tha ketë madhështia dhe krenaria i takon Allahu xhelle xhelalu. Gabim e ke i derën. Gabim kush është Ibn Seluli? A diti historinë e Ibn Seluli? Kush është Ibn Seluli? Kush e dje për Ibn Seluli? E kush është Muhamedi alayhi salatu wassalam? Sepse krenaria është e Allahut. Krenaria është e Allahut, andaj shumë prej të parëve muslimanëve çfarë thonin? O Allah, ngritëm tu të bëj ibadet. Ngritëm tu të përul tyje. Dhe një ditë prej ditëve Hasan al-Basriu, dhe gjone ki njeri të madh, i cili ka nejt me sahabe, i pa romakët persiant me kuaj të ardhë, me musliman kur luftonin, edhe banin tak-tak, ato kam të kuajve,
edhe kerrat që i kishin ato prapa, edhe banin tak tak. Apo edhe Hasan al-Basriu pikëshir, kanar me kuaje, me deve, me elefanta, edhe pikëshir. Çfarë tha? Tha edhe nësë ju bojnë tak tak kuajt, ju bojnë tak, ato bojnë zhurmë të madhe, qojnë pluën. Apo tha edhe nëse qesin zhurmat mëdhoja, tha, ardhja e tyre me kera. Fe inne dhulle l'ma'sijeti la të farikuhum. Tha se poshtërsia e gjunajt në ftyrë që ju hekët. Qka ka lidhje pse ti vjen me kërë 100.000 euro? Në ftyra të vërej se je gjunaqar. Ani pse esti me truproje me ka 20 veta trujnë anash, ti në ftyre e kije gjunajn. Vallaj s'të bandobi me të mbrojt ka 20 kera, ka 30 kera nëse Allahu ka vendos me të poshtërsue. E lusme Allahu mos ta poshtërsoj, ja Rabbal Alamin. A dhe shiko Hasan al-Basriu tha, ani pse ecin këto me tak të kuajve, atar s'ka pas Mercedesa. Ani pse ti hec me kërë të blindum, kur dirë që jashtë të pështy njerëzit me zemër, të malkoj njerëz me zemër. Ani se ti e blokon qytetin kur kalon, por Allahu të ka malku edhe të malkojnë me lachët, dhe të malkojnë njerëzit e mirë. Kjo pështërsi s'hekët. I shef disa njerëzi, i kanë krejt, veç një sen se kanë, se ne blen një respekt pini njerit, ma të vogël. Pini njerit ma të vogël, pse? Sepse e ka malku e dikush manalt. Apo faraoni 80.000 ushtarë u qëshin me të një televizor, ama kitë dunjaja e malkon. A ne mos u çuditni me këto që kanë shëtitën neve me vetura luksoze. Mos u çuditni me këto që kanë pare. Mos u çudit, sepse që shtu një ditë për ditëve Karuni ju tha atinve shërtorëve, tha, dilneve ka zonë sa pare kam. Edhe populli i mirë, tha, ja lejte lena, o me pas edhe na si Karuni. Kini pa, do veç një herbe të hinë shpita ti, veç një herbe do ti kisha pas qeset e që ti kerin. O ti nuk e dive sa temperatura e rana mrena në atë kërë. Ti vallaj me ditë qka heka ja ti mrena me atë kërë, e këshe lutë Allahu një arab, merë më shpirtin më su më mundëso me ip në atë kërë. Ti nuk e di sa ke që ati mrena. Dhe kështu nga kalzoj njëzit që janë pendu e pja tërve kerrave, e pja tërve pushteteve, pja tërve jetave luksoze të pavlera të Allahu Gjele Gjelalu. Apo, andaj kur dul Karuni me parët e veta, popli tha, vesh një arti këshmi pasi të pare. Qka tha Allahu Gjele Ala? Qka ndodhi? Fa khasafna bihi wa bidari. Ja, e qellëm tokën, hini parja vet, edhe shpia vet, edhe ajki. Qka tha popli? Tha Allahu Gjelle Gjelalu, than ata qka kishin dije, qka e dinin qka muhabeti ketë. Than, o popli jem, a pe shifni, a lakmoni kështu, a lakmoni kështu, pra e rëtullun, o zot mos na jep si Karuni. Mos lakmon pasurin e huj. Aj gjunahi nuk i heket atyre të cilat i bon gjunah Allahu Gjelle Gjelalu. Edhe nëse vjen me pare strejta, edhe nëse vjen me tesha strejta. Aj era e keqe e gjunahit nuk kom parfim. Ti mund është mulli me parfim me 1.000 euro, ama gjunahit që tërkuni venera, devotshmëria që tërmis ka. Qka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Era e agjerusit që del nga goja, a del era mira, era keqe. Kur ti agjeron, Allahu na mundsov me mri Ramazanin, ja Rabbel Alamin. Kur na agjerojna, a del era mira, era keqe, del era keqe prej lukthit. Por pejgamberi sa më tha, ajo misk të Allahu Gjelle Gjelalu, se buron nga devotshmëria. A nuk është Allahu që i trajton substancat dhe i ndryshon? A nuk është Allahu Gjelle Gjelalu që pi dudit të nxjerr mëndafshin? A nuk është Allahu që pi kaprovit të nxjerr miskin? Po Allahu Gjelle Gjelalu prit qasaj e ban misk, ama pi gjunaj del veç azap, pi gjunaj del vetëm xhenem. Andaj prej pasojave të gjunave cila është kur ti ngjitët një përullsi, një inferioritet, një ligë mrena vetës, su në hek kur qish. Munosh të me hek me kibër, munosh me hek me pare, munosh me hek me vetura luksoze, munosh me hek se ti e i madh. Ama ju nuk heket. Me qka heket? Me përullje, me ibadet, me vlu balin sejsh, dhe mi thonë, ja, rabune jam robi jot. Kur gjama shumë se disa frim qka i morna, kur do ti i nal, kur do ti i nal. Kjo është prej pasojave të gjunave. Gjithashtu prej pasojave të gjunave, cila është se gjunaqarit i mirët menja, i blokohet menja. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, ja po ta jap një shembull, kur njeri ban gjuna,
Allah i e sheh. Me laçet të shojnë, me laçet të shkrujnë, me leku i vdekjes i ri për mikrije. Prit urdhë për Allahu xhelel xhelalu. A shmut me lëviz pa urdhët Allahu? Apo e ban para këtë universit këtë gjuna. E din se ajo është ndaluar, e din se ka pasoja, e din se për ta paguhet me xhenem, e din se njeri meqëm nuk ja shkel urdhin më të madhit. Këtë që to ku të mledhën bashk, çish e ban gjunajn? Me çfarë mene e ban gjunajn? Apo andaj tha Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, tha gjunaqari tutët kur të lëvizë dera, kur ka hi gjali vet, kur ka hi çika vet. Do shta edhe maca ka hija i lëviz zemra. Allahu e shef për 7 kaqijeve ki vazhdon gjuna. Andaj mos t'i bojmë gjuna Allahu xhelalu ala nëse ne dëshirojmë mu çujt të mëshëm. Andaj shumë prej ajeteve si përfundojnë, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Ndoshta ju i mbledhni mend. Shiko, shpreja më adekuate, më e përshtatshme për shprehjen kuranore la'allakum ta'qilun, cila është mbledhni mend. Mos i ban gjuna Zotit, mos ja shkel vendimin Allahu xhelel xhelalu. Andaj prej pasojave të gjunave cila është njëri intelektual piraki. Intelektual në hotel gjindet. 70 vjet ka dek në hotel në zina. Me men i thonë kësaja. Aj kur të pije çaj ai çetmen. Ai çetmen thot, na e kanë përzineve fejen thot. Na e kanë përzi fejen. E pastaj shkon Allah ja merr shpirtin a gjej korit. Lut Allah mos me të korit. Ta lusim Allah mos me na korit, mos me keq përdor këtë gjuhë, sepse Allahu xhelalu ala ka dënimin e madh. Fa inna Allah shadidul iqab. Allah e ka dënimin shumë të madh. E lusim Allahun që Allah të na ruaj prej dënimit tina, ya rabbel alamin.